Ka nisur numërimi I votave të emigrantëve nga Greqia, në total 53.000, të cilat u bllokuan që prej së dielës pas pretendimit të Partisë Demokratike se ishin manipuluar. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi vendosi një ditë më parë hapjen e zarfeve, ndërsa mëngjesin e sotëm ka nisur numërimi. Ka nisur edhe hapja e kutive të para për qarkun e Tiranës, ku të pranishëm janë edhe komisioner të PD-s. Me sa duket PD është dorëzuar dhe pavarësisht ankesës së mbrëmjes vonë në KS, ka dërguar komisionerët e saj për të monitoruar procesin e numërimit. Një ditë më parë, Celibashi tha se nuk ka patur asnjë kuti me probleme dhe në këtë mënyrë I hapej ligjërisht rrugë numërimit të tyre, ndërsa vendimi hyri në fuqi menjëherë. Por pas këtij vendimi, PD vjoi sërish me tentativat bllokuese, ndërsa dërgoi mbrëmjen e së premtes një tjetër ankesë në KS. Aktualisht numri I votave nga shtetet e tjera ka përfunduar. Partia Socialiste ka marrë gjithashtu edhe mbështetjen e diasporës, pasi ka siguruar 78.729 vota, në total 54.18%, ndërsa PD-ASHM 40.863 vota, ose 28.12%. E treta renditet nisma Shqipëria bëhet me 11.834 vota, ose 8.14%, ndjekur më pas nga Partia Mundësia me 5.420 vota. Lëvizja Bashk ka marrë 3.891 vota, 1.066 ka marrë Koalicioni Euroatlantik PSD, 1.066 ka marrë Koalicioni Euroatlantik, ndërsa PSD 1.980 vota.